Izraeli po finalizon përgatitjet për një ofensiv të re në rripin e Gazës që pritet të shënojë një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës kundër Hamasit. Kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se operacioni i ardhshëm ushtarak do të jetë intensiv dhe do të ketë për qëllim jo vetëm eliminimin e bazave militante, por edhe forcimin e kontrollit të Izraelit mbi territorin dhe shpërndarjen e ndihmave humanitare. Plani është miratuar nga Kabineti i Sigurisë pas disa javësh negociatash të dështuara për një armëpushim. Sipas një zyrtari të mbrojtjes izraelite, ndërhyrja nuk do të nisë përpara përfundimit të vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në rajon, e planifikuar për javën e ardhshme. Kjo strategji sugjeron se Tel Avivi synon të koordinojë veprimet me partnerët ndërkombëtar, por edhe të ruajë hapësirën politike për të vepruar më pas me forcë të plotë. Në një mesazh video drejtuar publikut, Netanyahu theksoi se ofensiva nuk do të ndjekë më taktikat e mëparshme të ndërhyrjeve të shkurtra, por do të ketë një karakter të qëndrueshëm dhe të thelluar në terren. Ai shtoi se qëllimi është zhvendosja e mëtejshme e popullsisë palestineze për sigurinë e tyre dhe mbajtja nën kontroll e tokave të pushtuara nga ushtria izraelite. Ndërkohë, transmetuesi publik Izraelit Kan raportoi se plani i ri do të zhvillohet në mënyrë graduale dhe do të zgjasë për disa muaj. Zyrtarët izraelit e përshkruajnë zonën tashmë të marrë nën kontroll, rreth 1/3 e territorit të Gazës si një zonë sigurie, ku janë ngritur poste vrojtimi dhe infrastruktura ushtarake. Plani i sapo miratuar shkon edhe më tej. Ai përfshin pushtimin e plotë të territorit të rripit të Gazës, zhvendosjen e civilëve drejt jugut dhe ndalimin e përhapjes së ndihmave në zonat ku Hamasi ka prezencë. Nga ana tjetër, i dërguari amerikan Steve Witkoff deklaroi se Izraeli si shtet sovran ka të drejtën të marrë vendime për sigurinë e tij. Megjithatë, ai shprehu shpresën se do të ketë përparim në marrëveshjet për lirimin e pengjeve dhe një armëpushim të mundshëm para ose gjatë vizitës së presidentit Trump në lindjen e mesme.